Kemi bërë gjitha përgatitjet, jemi në fazën finale të përgatitjeve dhe Kosova është e gatshme për mikpritjen e 8 kombëtarëve që do të jenë pjesë e fazës finale të kampionatit evropian U16. Ekipet pritet të vinë me datën 30, ndërsa stafi i zyrtarëve do të vinë një ditë më herët, kështu që ne kemi bërë gjitha përgatitjet, pra Kosova për herë të parë është mikprisë një evenimenti ose një ngjarje të tillë sportive. Ndeshjet do të fillojnë me datën 2, ndërsa në program çdo ditë do të jenë nga 4 ndeshje, duke filluar nga ora 12:30, pra ndeshjet do të zhvillohen në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë. Në të njëjtën kohë do zhvillohen ndeshjet kualifikuese edhe në Tiranë. Pra secili ekip do të luajë me secilin, janë 8 ekipe në grup dhe do zgjasin deri me datën 10. Pastaj 2 ekipet e para do të vazhdojnë gjysmëfinalet dhe finalet me datën 13, respektivisht me datën 14 në Tiranë. Kosova do të zhvillojë ndeshjet çdo ditë prej orës 8 në mbrëmje, kështu që unë ju bëj thirrje gjithë dashamirëve të voleybollit, mirëpo edhe të sportit në përgjithësi, të vinë ta përkrojnë kombëtarën tonë U16, për të cilat është një përvojë e re. Ne të shpresojmë, është një sipërmarrje shumë e madhe për vetë ambientet që neve disponojmë, të themi për infrastrukturën, gjë e cila na penalizon disi në këtë aspekt. Por gjithsesi, pak të klasë për Shqipërinë, neve jemi duke punuar bashkë me qeverinë që të ngrejmë disa palestra prestigjioze për të marrë dhe për të përfaqësuar edhe me këto lloj kompeticionesh. Asnjëherë nuk është vonë, gjithmonë duhet të kesh një objektiv që cili duhet t'i arrish. Po besoj se është shumë shpejt për të menduar për të tilla kompeticione.